ne nuk kemi pas asnjëherë barazim para ligjit. Dhe sot, vetëm në këto vitet fundit, ne jemi duke bërë një ushtrim të panjohur më parë për shtetin, për popullin ton, ushtrimin për të pasur barazi para ligjit, falë reformës në drejtësi. Dhe përsëris që nga 1912, kur ne kemi shpallur shtetin e pavarur nga Perandoria, ne nuk kemi pasur asnjë rast ku një person i veshur me pushtet politik të jetë hetuar dhe gjykuar në mënyrë të pavarur. Kemi kaluar nga mbretëria në diktaturën komuniste, nga diktatura komuniste në tranzicionin demokratik, por nuk kemi pasur asnjëherë një hetim dhe një gjykim të pavarur dhe nuk e kemi njohur çfarë është barazia para ligjit. Sot jemi duke vendosur pikërisht themelet e barazisë para ligjit. Dhe ne na duhet hyrja në Bashkimin Evropian në radhë parë për këtë, që barazia para ligjit të jetë e pakthyeshme. Që barazia para ligjit mos varet nga vullneti i një qeverie apo një qeverie tjetër, nga vullneti i një kryeministri apo një kryeministri tjetër, por të jetë një normë e pa negociueshme dhe e pa shkelshme nga askush më. Dhe nëse ne bëhemi antarë të kësaj familje, kjo është e garantuar. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe për ne. Dhe natyrisht, nëse jemi duke përjetuar këtë moment historik, kjo lidhet me vullnetin e kësaj shumice që qeverisë sot vendin, që udhëhoqi reformën drejtësi, dhe me mbështetjen e pa kufishme të Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Kështu që e parë në perspektivën historike dhe e parë me sytë e të ardhmes, unë nuk jam i kënaqur, unë jam krenar shumë për këtë. Jam shumë krenar sepse ky është një nga ato gur themele që mund t'i mbuloj llumi i kënetës së politikës përditshme, por historia i kujton dhe i mban parasysh si momente të shtetbërjes. Dhe patjetër që nuk jam i kënaqur, jam shumë krenar. Ne do vazhdojmë ta mbështesim fuqimisht këtë proces të barazisë para ligjit dhe aleanca me Bashkimin Evropian është një garanci absolute për këtë,